Ja ku erdhëm sërish në podcastin ton, mirë se na gjetët, nga unë Adi Kras, Lucien Disha dhe Ledion Albi Mehmeta. Albi Mehmeta. Hello, si jeni? E di që s'më ktheni dot përgjigje, por gjithsesi ishte pyetje retorike. Po, sot neve jemi këtu me ju për të qarë hallet, ashtu si ne bëjmë gjithmonë. Ne nuk çajmë vetëm hallet tona, por çajmë edhe hallet tuaja. Çfarë njerëzish më? Ha? Ku gjen? Është halli më i omël se në Tiranë nuk e gjejmë asnjë vend. Sherbet, Është hall për qef. pastashut. Pa, s'bot fjalë. Pastashut. Tema sotme, Okej. që ta dinë gjithë, është Plasa. më mirë të punësohesh apo të vetë punësohesh. Është një nga hallet që i mbulon thujse shumicën e studentëve kur marrin pjesën e berberhonës, se ne normalisht na intereson vetëm pjesa e profesionit tonë, nuk na interesojnë profesionet e tjera. Po me hallet që shohin që kanë studentët tonë në momentin që e hapin, si ata që hapin dyqanin e vetë, si ata që kanë, domethënë shkojnë punë ke tjetri, kaplohen nga një ndjenjë halli, i përfshin një ndjenjë halli. Në të dyja rastet. As bëhet fjalë. Është një shprehje që unë kam dëgjuar shumë shpesh. Me thonë amerikanët këtë. Që punoja te tjetri 8 orë në ditë dhe isha shumë e lodhur, raskapitur, se thonë femrat zakonisht, isha shumë e lodhur, shumë e raskapitur. Tani hapa biznesin tim, thotë edhe punoj Flej aty 23 orë në ditë. Flej ke punë, kom i dhom aty ku flej. Është shumë studenta kanë shfaqur domethënë ankesa mbas kursit, si për pjesën e hapjes biznesit, si për pjesën e punësimit. Edhe kam bë pyetje që profa është më mirë të hap timin, dyqanin tim, më momentin që marroj. Këto janë pyetje që ne na vijnë apo të punësojmë ke tjetri. Po kjo asnjëherë nuk është një përgjigje e thjeshtë për të dhënë, se normalisht është thik me dy presa, se siç janë dhe njerëzit, nuk janë gjithë një lloj, janë karaktere të ndryshme, njerëz ndryshëm, me hallet ndryshme, me vështirësi ekonomike ndryshme. Sa i përballojnë pjesën e lënies punës, sa se përballojnë dot. Ca kërkojnë ta gjejnë shpejt punën, ca presin, domethënë është në varësi të personit e nuk mund të japësh dot i përgjigje kështu konkrete për këtë. Po do nisim të analizojmë të dyja. Okej. Marrim tashti këtë pjesën e këtyre që punësohen ke tjetri. Shiko, të punësohesh te tjetri, të paktën për mua, si fillim është një hap i mirë. Marrim të mirat. Okej, marrim të mirat. Marrim si fillim të mirat, po. Fikse, normalisht ka edhe të këqija. Po. Marrim të mirat. E mira është që në momentin që ti punësohesh te tjetri, të paktën për profesionin ton, shumicat marrin 50 me 50. Po. Dhe përveç atij 50% të hakut punës tënde që ti po punon aty dhe do t'ja japësh atij, domethënë të dorës tënde, ti nuk ke as edhe një lloj detyrimi tjetër. Nuk ke detyrim taksa, nuk ke detyrim tatime, i ke neto gjithë fitimin. Ujë, drita, po, neto. I ke neto gjithë fitimin, e ke këtu për qefin tënd. Domethënë nuk të lodhet koka që u prit data 15 vjen qeraja, nda 30 kam tatimet, jo po kam 3 muaj ujë drita pa paguar. Është stres që fshihet. Një nga këto të mira. Nuk o një ishin disa, një nga këto, kjo është një nga këto të mirat. Pjesa, për shembull, që ti spagu qera o një, pjesa që ti spagu tatime o 2. Pjesa ku që ti, për shembull, e merr gjithë lekët, ishin disa të mira me i vend. Disa të mira me i vend, po me i vend. Të përmbledhura me i vend. Fiks, kishte disa të mira. Ka. Pastaj pjesa tjetër është që ti merr eksperiencë. Fiton eksperiencën dhe përveç se ti fiton eksperiencën, ke mundësi edhe të krijosh klientel. Sepse nëse ti shkon në një vend ku ka X vite që është hapur, ai dyqan njihet. Aty vijnë njerëz. Në qoftë në një moment ose në një tjetër, ai berberi që ka punësuar ty do jetë full. Dhe normalisht që do të kaloj punën te ty. Dhe nëse klientit i pëlqen puna jote, ti fiton një klient
fiton 2 klient, fiton 3 klient, Ke edhe dhe me mundësi, klientin e ke edhe 4, mundësi të japësh numrat e telefonit klientëve, patjetër, këtu fillon ndrosh- gjithçka, ndrosh këtu numrat fillon e gjithçka. telefonit. Dhe 1, 2, 3, 4, 5 klient, përveç klientit ti fiton edhe eksperiencën, gjë që është pak e vështirë që ta bësh në momentin që ti ke hapur sallonin tënd, edhe sepse gjithë normalisht që të shohin me dyshim. Sa kur ti ke filluar punë në një vend që ka 7-8 vite, 10 vite, ai je apo nuk je i afti për atë punë që bën ai, thotë ky është shumë okay, thotë sepse punon në një vend që e din që ajo është berberane, e din që ajo është Po. sallon flokësh, e kupton? Po. Kështu, Çfarë të shkon në mend Po, një gjë mendoj. tjetër? më shkojnë shumë gjëra, po nuk do t'i them. Nuk do t'i them. Tash të marrim disa nga të këqijat, me që ti na the të mirat, marrim disa nga të Okej. këqijat tash që ka momenti që ti punsohesh këtë teatri. Okej. Gjë e parë e keqe, domethënë që vjen normale afër mendjes është që nurit i varë nga teatri. Normalisht që je i varë, nuk ke lirinë. Je i detyruar të bindesh në pjesën e kontratës që ti Më të kushtet ke që mi nënshkruajt vendosur. me atë. Dhe nga pjesët e këqija që ka pjesa e të punësuarit ke teatri, që edhe ka ndodhur gjatë gjithë kohës, është pjesa pa kënaqësisë që ndjen i zoti dyqanit, i zoti berberhonës, ndjen kur ti merr bakshish, Po. ose kur ti misohesh me klientët si shumë, ose fillon dhe të thot pastaj që pse ja dhe ti numrin e telefonit atij klientit, I kap smira edhe xhelozia. as bëhet fjalë fare, domethënë ka prej berberave që thotë që edhe bakshishin do ta ndajmë për gjysmë, thotë se unë blej thotë waksin, pudrën e ku të diun që ti përdor, edhe që kështu i bi që neve ta ndajmë bakshishin për gjysmë. Ka dhe nga ata që ta marrin bakshishin fare. Ka dhe për atyne, po ta në ekstrem. Kanë vënë shkoça metode kanë përdorur tani. E shikon që berberat e tjerë që ky ka punësuar bëjnë punë dhe bëjnë bakshishe dhe bëjnë lek, dhe ka punësuar një rob te dera një tavolinë arka. Po. Dhe i jep 300.000 lekë rroba atij. Po. Dhe ai mban lekët. Fiks. Në këtë mënyrë berberi nuk ka mundësi as marrë bakshish, s'ka mundësi të bëj asnjë lloj gjë, se i merr gjitha arktarit. Edhe shkojnë pap te ky mundësisht edhe të 300.000 lekë që nuk e jep atij të arkës sepse është ose çuni, ose gruaja, ose një pjesëtar i familjes që thjesht e mban aty edhe për të survejuar vërdall si kamer. Nga të këqijat e tjera që radhiten ke pjesa e të punësuarit ke teatri, është gjithashtu sjellja e mirë e pronarit të dyqanit. Do thonë, sjellja e mirë e tij tregon që ka diçka që nuk shkon. Sepse aty është një çështje biznesi, ku ti punon, ke marrë domethënë në shfrytëzim pjesën e punës tate për t'i dhënë pronarit gjysmën. Po. Berberat duhet kuptojnë që berberi është duke i dhënë këtij gjysmën, jo ai po t'jep ty gjysmën. Qofse ai po t'jep ty gjysmën, do t'i punojnë krahët atij që t'japi ty gjysmën. Ndërkohë që po të punojnë krahët ty dhe po i jep atij gjysmën. Që kështu këtë duhet të mendosh. Edhe momentin që ai sillet mirë me ty, do të thotë që ai po kurdis diçka. Do të thotë që menjen e vet ai ka diçka dhe po mundohet që të uli pjesën e reputacionit tat. Domethënë ndërkohë që në Europë krenohen, nëse ti je më i zoti se i zoti i dyqanit, këtu mundohen të të uli. Në Europë thot ai, ky ka më shumë eksperiencë se unë, ky është më mirë se unë, ndërkohë këtu thot ky është më keq se unë. Këtu ka nga fatkeqësitë, jo nga të këqijat, por nga fatkeqësitë që ka punësimi ke teatri, është pjesa e të futurit durve në punën e punëtorit. Po, vjen i zoti dyqanit, berberi, dhe fut durët ke punëtori. E thot shife, kështu bëje. Jo ashtu. Sigurisht kurson, sikur po mëson, po.
Shumë gjë e E ulët. keqe tjetër është që momenti që ti mbaron kursin, edhe ai e din që ti sa ke mbaru kursin, mundohet me çdo lloj mënyre që të uli dhe të thotë ty që ti nuk ke mësuar. Po, po. Të thotë që ti do mësosh një ditë, po do mësosh Do nga mësosh nga unë. unë. Ti nuk e mësu dot atje ku ke qenë. Ndërkohë që ky kursant që ka dalë nga akademia, ky ka dalë me më shumë përvojë njohjen e shërbimeve, sesa këta berberat vjetër që nuk kanë njohuri ke pjesa, nuk kanë njohuri të mirë fill ke boja, nuk kanë njohuri absolutisht thujse fare, përveç një 10% që për kaçurrelat. Për kaçurrelat. Trajtimet e fytyrës janë out fare, s'dim fare, ndërkohë që ky kursanti që supozohet që s'ka mësu ky di 80% më shumë se sa ky. Se sa ata. Dhe e vetmja gjë që ky person ka më shumë se sa kursanti është vetbesimi ke vetja. Do të thonë ai ka vetbesim, ka atë pjesën e eksperiencës punës që i lejo atij që të marrë në komand situatën. Nga gjërat e trishta, nga fatkeqësi, do me thonë që ka pjesa e punësimit ke tjetri, është të shëndruarit e punëtorit në një sklav pastrues, larës banjësh, dhe nuk e di do me thonë, o zotri, po meri pastru s'më plak. Jo. Meri pastru s'më vla. E ke shumë gabim. Pse du të marrë një pastrus? Po se s'ka arë tjetri ka arë për berber, o vla. Ashtu mendon ti, por është mënyra e duhur për ta ulur punëtorin në një mënyrë të këndshme. Ai mos ta kuptoj. Si do maj shtupën dorë berberi, tu të fshin shtup, tu lanë shtupën. Po, edhe ta thot me mirësjellje si fillim. O vllai, ka për laje pak atë vendin, ka për leckën laje pak vendin. Pastaj ditën e dytë thot, o vllai, taksirat ka për mi fshi çik xhamat. Pastaj ditën e tretë thot, o vlla, po nuk e ke la banjon ti? Po. Do me thënë, një herë, dy herë, pastaj ta bën obligim. Është vërtet një mënyrë shumë e qetë edhe e këndshme për ta ulur punëtorin. Këta janë ata tipat gjithmonë që duhet të jenë sundus, duhet të tregojnë që këtu jam unë, pastaj je ti, se ti je punëtori. Nuk e di ai që atij punëtorit po i merr 50% të hakut punës, edhe ai do ishte pak të 50% që nëse nuk do ishte ky që e detyron të laj koka njerëzisht, banjat, xhamat, më thet tash, por kjo është diçka që duhet ta kenë të qartë të gjithë këta që shkojnë edhe punojnë te tjetri. Sepse si ka pronari rregullat e veta që thonë unë kjo bëhet kështu, dyqani hapet kaq, ky është orari, këtë andej, dhe ju duhet keni rregullat tuaja. Secili duhet ketë ato rregullat e veta, t'ja paraqesi njëri tjetrit, jeni dakord, si jeni dakord, po jemi dakord dorën, po si jemi dakord prap dorën, mirupafshim. Duhet ta kuptojnë që nuk kanë shkuar. Pasja eksperiencës i sjell këta. Ai për shembull edhe është thjesht i njeri që ka marrë kursin, edhe më tepër shef si mbështetje kur shko thot do mbështesi ky se ky ka eksperiencë, do më ndihmoj, dhe kap me këtë prizmin e ndihmës. Ma beso që ka edhe njerëz që kanë shumë eksperiencë, që vazhdojnë akoma dhe punojnë te tjetri dhe prap e lejojnë këtë gjë. Dhe shumë e keqe në momentin që ti mësohesh me këtë gjë dhe kjo gjë aty të duket shumë normale. Po, si fillim është kjo, që kërkon mbështetje, mendon se ai do ta ndihmojë, më thet tash, ama kjo gjë bëhet aq e shpifur se këta e normalizojnë dhe kanë filluar e bëjnë gjithë. Kanë filluar e bëjnë gjithë, i shef berbera duke lar banjën. Nuk je sanitar, je berber. Ke bërë kurs berberi, nuk e bër hoteleri turizëm. E di çka kishte ndodhur në një rast tash të freskët fare që më tha njëri ka çuna, tha sa në fillim tha ku shkova, tha futi njerëz për të qeth, edhe muajin e parë tha dola mirë. Pastaj tha gjithë njerëzit tha që u qeshin ke unë, tha, nuk u qeshin më ke unë, tha shkëshin tha tu qeth kaj. Edhe i thash unë që ky person të kalon muajin e parë për arsye sepse do që të tërheqi që ti mos lesh punën. Po, se normalisht po nejte i muaj pa të futa si robe, pa ndjerë kënaqësi e puna, ti do ikësh, do kërkosh vend tjetër. Ndërkohë që ti duhesh aty për arsyet e veta, për pastrime, për sy, thotë ai hyj ka 4 berbera atje, ke parasysh pjesa sy. Po, mbushet dyqani, Edhe
i dha muajin e parë punë, kurse muajin e dytë, momentin që hyshin njerëzit aty mrena, ky thotë hajde, a kupton, dhe fuste e qete vet. Momentin që ky e merr klientin dytën herë që po vjen e merr ke vetja vet, do të thotë në sytë e klientit, në mendjen e klientit është që ky po më qeth mua sepse s'm pas ka qeth mirë ai herës tjetër. Po. Dhe herën e tretë kur vjen klienti, ky i thot klientit, "Qethu ka ai?" thot. Domethënë sepse ai me qethjen e dytë që ja bë vet, do t'i tregoj atij diferencën midis një fillestari edhe vetes vet. Edhe një profesionist. Dhe herën e tretë i thot atij, "Shko qethu ka ai po deshe, qethu." Po. E ky i thot, "Jo, do qethem me ty, a kupton?" Se këtë do bënin të gjithë. Dhe në fund fare i thot që njerëzit thot e pesi të ardhën muajin e parë të ardhën gjithë njerëzit aty. Tash ti s'ke ditë me punu edhe s'vjen mode ty, a kupton? Dhe gjithmonë ja lën fajin fillestarit, pse? Sepse ai është në këtë punë fillestar, ai mund të jetë 40 vjeç, po në këtë punë nuk ka eksperiencë, edhe duke mos pas eksperiencë, ata i arrasin direkt fajin fillestarit për këtë çështje. Nuk do arrit dot kurrë ta kuptoj pse. Kurrë. Asnjëherë nuk e di pse e bëjnë, nuk do ta bëja kurrë për veten time. Po që gjithsesi secili e di vet. Po. Ne le të flasim tani për pjesën tjetër, të cilat janë vetpunësimi. Vetpunësimi, të mirat dhe të këqijat e vetpunësimit. Me të mirat vazhdo ti. Me të mirat vazhdoj unë. Atë keni qera, keni ujë. Do ju vinë aty që ndatën një pa të xhami. Si e vlla direkt momenti që thu vetpunësim, si shqiptar që jena, direkt të ngrihet ai deliri i madhështisë, je pronar. Je pronar i vetes tate, au direkt, ha? Edhe kur të pyesin rob për shembull ku punon. Komi dyqan? Jo, biznes. Biznes, pa. Komi biznes timin. Pa. A vash me lali? A vash me zama? Fix. Hajna thëni të mirë herë, të mirat. Po, të mirat e vetpunësimit. Të mirat e vetpunësimit unë mendoj që duhet i kthejmë në benefit të gjitha ato që ne po flisnim pak më përpara. Domethënë me pak fjalë të shkurt nuk do ju çahet shumë koka duke pasur një njeri sipërvetes. Jeni të zotët e punës tuaj, jeni të zotët e vetes, jeni, si thonë asaj fjalës turp, vet zot, vet shkop. Vet ali, vet ka di. Këtë se di unë. Këtë nuk e di ve kënd. Kështu, këtë mendoj. Pastaj, është gjithmonë mënyra se si ti do edhe do fillosh ta ngresh punën. E kupton, nëse ti je mësuar me mënyrën e dur, me sjelljen e dur, nëse ke marrë mësimet e dura për ta ngritur punën si duhet, ke mundësinë që ta ngresh punën normal dhe sakt në mënyrën e dur në sallonin tënd. Dhe është diçka që bëhet. Na ka rezultuar me kursantët tanë që ka pasur buj shumë të madhe klientele që në momentin e parë që ka hapur vetë dyqanin dhe ka thënë shqyr që e hapa dyqanin tim dhe nuk shkova të punësohesh atë tjetër. E kupton? Është edhe benefit, është edhe pjesa që ke mundësinë të punësosh dikë që të punoj. Këto janë edhe leku jot kthehet i gjithi në neto, ka pa shpenzime sepse i pagu punëtori që ra drita ujë gjitha dhe ti s'pagu asgjë. Ç'a i kam sugjeruar unë për shembull, një nga kursantëve tanë që ka hap sallonin e vet sot edhe është super berber. I kam thënë që vendos edhe 2 ose 3 karrige sepse ka hapur një sallon goxha të madh, vendos edhe 2 ose 3 karrige dhe jepi me qira mujore. Jepi me zëm X ekziston si mundësi që ti për 1, 2, 3, 4, 5 shpenzime që ta kesh mendjen totalisht fjetër. Sepse vjen data 1, data 2, do t'i japi secili nga ata lekët, secili do punoj për shefin e vet dhe e mban sallonin plot. Njerëzit e shikojnë me njerëz sallonin gjatë gjithë kohës. Ti je shumë rehat nga ana e shpenzimeve sepse e di që i ke këto lekë që do të vinë në muaj dhe atë që ti ke zëm punësuar, se nuk e ke punësuar për ja ke dhënë me qira, e bën që mos të lëvizi nga
ajo karrige ku ai është, sepse është një llogari shumë e thjeshtë. Ti ke hedhur 15.000 euro në atë sallon. Dhe ai bën një llogari, thotë, shiko, unë këtu paguaj 300.000 lekë. Në sallon 15.000 euro. 10.000 lekë dita. Kam një qethje. Pse duhet iki unë të investoj te tjetri, te dyqani tjetër edhe të hap, të investoj edhe unë 15 në 100.000 shpenzime? S'del llogaria. Ndërkohë që unë këtu po jap vetëm 300.000 lekë, lekët i marr për veten time, jam Terezi dhe nuk detyrohem asnjë gjë tjetër. Dhe kjo e mban të lidhur. Atë që ti ke sjell aty e mban të lidhur, sepse është me qira. Kështu që kjo për mendimin tim është një strategji shumë e mirë dhe një lek shumë i sigurt për ju që keni sallone dhe doni të punsoni njerëz. Kjo heq edhe pak pjesën e xhelozisë. Sa punë ka ai, sa kështu e heq. Xhelozia ndonjëherë nuk hiqet edhe se e ke këtu, e kupton, se mos berberat nuk e di pse kanë se kanë. Është profesioni që ta jep atë smirën. Po që mendoj që është punë pak më e rehatshme, kupton, që ti e di që do marrësh kaq lekë dhe flem mendjen. Po. Që do marrësh kaq lekë. Kaq. Mund të ketë të tjera, e privoj, e kupton, ka pafund, e kupton, po që më këto ka shumë tjera, po ne po analizojmë tash pjesën e të këqijave që ka vetpunësimi. Po. Kujdes me qeran. Fillon domethënë e keqja e vetpunësimit fillon gjithmonë se siç e di domethënë që biznesmenët, milionerët nuk hapin berberon, me thonë pjesa domethënë shtresa e njerëzve që hapin berberon, shtresa mesatare dhe ulët. Po. Me thonë biznesmenët, milionerët nuk merren me berberon. Preferojnë qethen, jo të qethi. Fiks. Që kështu Grinkostra. Po. Që kështu sprova parë domethënë që i bi berberit shkret është marrja borxh e një shume të konsiderueshme se po na merr doja të kujtoj për të hap biznesin. Te disa njerëz të ndryshëm. Po, zbotllaf se me i rap desa i tjetri më mor gjitha njonin, e kupton? Te disa njerëz të ndryshëm. Edhe fillova merr ca miliona, ca ne, ca tjerë shkojnë morin kredi për shembull. Dhe kjo është më e keqe. Do të thonë sepse borxhi të paktën kalon pritje, mund të japësh më mrapa, mund të morësh gjithë ato vene, kurse nëse merr kredia domethënë të dytë të sakaton totalisht, të bëhet si një biznes i dytë. Edhe që ti harron hallet e biznesit parë fiks, merresh vesh me bankën, pastaj fillo njeh manjolën atje që thot për shembull e zem thot zoti Mehmet, a keni kësni pa paguar? Di që ndranua gjatë gjithë kohës. Jo, thua se ka marr kredin për vete. Po, fiks. Edhe e keqe, domethënë mas pjesës që ti po merr borxh, që e kalon berberi shkret kur e hap dyqanin, po. Është pjesa e durimit. Sepse si çdo biznes i ri, normalisht që ka nevojë për pritje, për durim që të formosh klientelën. Normalisht. Domethënë është e pamundur që sepse këta të dyja që i tham neve, ta dy tema, domethënë këtë temë, të dyja opsionet të punësosh apo të vetë punësosh, bëhet fjalë për studentin që sapo ka mbaruar akademinë. Patjetër. Sepse nuk janë këta favore, domethënë ose këta të këqija, nëse ti për shembull ke 20 vjet që punon ke tjetri në hap dyqanin tot, po hapë dyqanin tot shpëtove. Ka të këqija aty, ka vetëm të mira, po bëhet fjalë për studentin që sapo ka mbaruar kursin. Po. Edhe do thjesht thot hap dyqanin tip, çat mirë është të këqija ka. Nëse ti ke 20 vite që punon te tjetri dhe akoma s'ka hapur një gjë të ndonjë kokra budallare, po fjalë, thjesht mos e merr mundimin të hapësh në një gjë të ndonjë fjalë. Daj. Po, 20 vjet, pritën 10 vjet se për ti ke. Kaq. Lëmë. Edhe është domethënë pjesa e të keqes që është pjesa e durimit, që normalisht duhet i kohë konsiderueshme që ti të formosh klientelën tate. Çfarë nuk kuptojnë njerëzit ke pjesa e durimit është që sa duhet jetë numri i njerëzve në ditë që ata duhet qethin dhe sa duhet jetë kohëzjatja e durimit për
ta kuptu që ky biznes këtu do eci apo nuk do eci. Po. Këtë do me thonë ngatrojnë dhe kalojnë nga ekstremi parë që masi muje gjysë që ka hap dyqonin e mbyll, sepse thos s'kisha punë, dhe nga ekstremi dytë që rrin 2 vjet duke marrë borxh me la detyrimet, sepse thot do eci. Do me thonë kalojnë nga ekstremi në ekstrem. Do me thonë një dyqon që quhet që ti po duron, është që ti paktën minimumi kur e hap ti qetësh 2-3 veta në ditë. Do me thonë paktën 2-3 veta ta shohësh që po fillon dhe lëviz dhe njerëzit të shohin që ti ekziston aty. Dhe ç'a duhet din tjetër, këta njerëz për shembull që duhet ta kenë durimin shumë të fortë, është që është e vështirë për njerëzit zgjedhin ty për t'u qetë ke salloni jot. Sepse çdo person që ekziston sipërfaqe tokës ka berberin e vet. Do shumë e vështirë ti është berberin tat për me arë ky tjetri që sa e ka hap. Sepse njerëzit me thënë vërtetën kanë vite që qethen te i njëjti berber. Do ndrosh lagje që të ndrosh berber. Fiks. Ndrosh vend që të ndrosh berber. Fiks. Do i thosh nga Berapi, do jetosh në Tiranë, do ndrosh berber. Tash lind pyetja si ta zgjedh unë këtë pjesën për shembull që me që ka shumë e vështirë që unë të formoj kam klientel. Si ta zgjedh unë këtë pjesën që njerëzit vinë tek unë? Ne ja shtrojmë prap me pyetje dhe i themi kush është arsyeja që njerëzit largohen nga berberët e tyre për të shkuar me i berber tjetër? Pa kënaqësia, gjithmonë pa kënaqësia. Tash ti, nëse është pa kënaqësia, çfarë duhet bësh ti që të marrësh klientat e berberëve të tjerë? Ti mbushësh pa kënaqësitë që ai ka pasur te berberi i parë. Patjetër. Dhe si mbushin atë? Varet nga pa kënaqësia, ore? Po. Muhabeti është që ti do të shkosh ta hapësh dyqonin si pilaf mu mes berberave të tjerë. Nuk ka vend më të mirë. Nuk ka vend më të mirë që ti mund të hapësh një biznes berberi. Kjo është super e vërtetë. Se sa mes pilafit, sepse aty në mes pilafit do dalin njerëz nga këta berberat e tjerë që kanë shumë punë dhe janë pak kënaq. Edhe thot do shkoj ke tipi aty ta provoj. Sepse ky nuk më qefi mirë herën e parë. Dhe vendi i parë që ai do shofi është dyqani jot. Pikërisht, kur të vike ty, ti nda mora ti ka fut mena, e se lëshomo. Kaq. Fiks. Domethënë këtë pjesën shumë nuk e kuptojnë pse, sepse ata mendojnë që ku ka vend thot që nuk ka berber që të shkoj ta hap unë. Më fal, ti që ke i robi zjut që e pas ke zbulu këtë vetën nga asnjë tjetër nuk e ka zbulu ta hapësh ti berberonin atje, aty ku nuk ka berber, do të thotë që ai vend është i papërshtatshëm për t'u bë berberone. Dhe prandaj nuk është bërë. Kurse vendet që janë berberonet një gjithë, do të thotë që aty ka punë për gjithë. Fiks. Tash pse shkon dhe rrasesh nëpër vende ku nuk ka punë? Kjo ka ndodhur fiks, realisht ka ndodhur fiks te lagja ime, ku unë jetoj. Te lagja ime janë 3 komplekse. Dhe në këto 3 komplekse janë 7 sallone. 7 sallone për berber. Dhe në këto 7 sallone vetëm njëri ka punë. Çka ka ndodhur? Ka hapi pari, ka hapi dyti, ka hapi treti, gjithë klientët kanë vajtë i pari, kur e hapi i dyti u zhvendosën gjithë i dyti, pap i treti, pap i katërti, po janë super ngjitër. Luma i që hapi funit. Luma i që hapi funit dhe ky e ka hapi funit. Dhe ky është full, nuk gjen dot orare, ndërkohë që të gjithë ata të tjerët rrinë në hije. Po pse ndodh kjo? Sepse ata i kanë lënë klientët të pakënaqur. E marrin si të mirëqen pjesën që ky s'do miki mu asnjëherë. Sepse ky e ka shpinë këtu lart edhe do zbresi edhe. Ky e ka shpinë këtu lart. Po të vjen një tjetër që ta hap dyqanin ngjitur. E hap lart dyqanin. E hap lart dyqanin. Që mos bresi ai fare. Po në qet edhe në shtëpi. S'po fjalë. Kështu që është fiks i njëjti rast. Që
e ka lënë klientin të pakënaqur, klienti është vendosur pap derisa ky i fundit e ka gjetur atë në tarac. në pishinë I jacuzzi vogël. në Moldavë. Pjesa e durimit që po folshim, se kalum domethënë e Po. hapëm pak temën. Shkon pak në Palma de Mallorca. Po, është pjesa që ti do të Mos bëjmë qetesh, fresk. do distagun e rrushit. Duhet ta dish që minimumi duhet të qetesh 2-3 veta në ditë, edhe maksimumi që ti mund të shkosh në pritje për të parë nëse dyqani ecën apo jo, është 4 muaj. Por 4 muaj jorshi, jo ti dhe puna 0, dhe muajin e 4 ty do shpërthej puna. Por puna nga 2 veta të bëhet 3, nga 3 të bëhet 4, edhe kur të arrish ti muajin e 4, e shef që ti ke shku 6, 7, 8, 9, 10 dhe 10 veta, mendoj unë, për një berberone me çmim të mirë, 10 veta është je si pasha. Sepse vetëm 4 muaj ke? Po, je si pasha. Je shumë mirë. Edhe nëse ti ke për shembull 10.000 lekë me pas qef në ditë, 10 veta bëjnë 100.000 lekë. Bën 100.000 lekë. Pa llogarit mjekrën, ku ta diun, domethënë merr 300 në ditë. Je shumë okay. Po, je mirë fare. Je shumë mirë. Ashtu. Domethënë kjo është domethënë nga ke pjesa. Çfarë po fliçon tash, për të mirat apo për të këqijat? Për të mirat Për të këqijat po Për të fliçon. mirat Jo, më burr durimi ke të këqijat isha më burr. Ti folje për të mirat, unë folje për të këqijat, për prit pa tash. edhe. Rrit tash, po duro. Edhe është pjesa domethënë që tham që do të kishe domethënë pjesën e durimit dhe nuk e kam këtë pjesën e durimit, sepse është nga gjërat e këqija që njeriu nuk e njeh akoma që duhet të jetë i durueshëm. Po, Domethënë ke pjesat e kësaj. Pjesa e keqe, domethënë është pjesa e gjithashtu e detyrimeve që janë, edhe një nga gjërat që më bën përshtypje ke pjesa e mentalitetit shqiptar, sepse është ke shqiptarët më shumti, është që kur dalin për të kërkuar për dyqan, kërkojnë të marrin një dyqan me qira që ama xhepi. Po. Domethënë a thu se o tu pa për shtëpi. E kam gjetur lirë. Pa, 200.000 lekë. pa, Mes Tiranës. pa. Lali, ka një problem ai. Po problem ka. 200.000 lekë As mes po Tiranës. Pa nuk është shtëpi. Pikërisht. Sepse shtëpia nuk është fitim prurse, Pikërisht. dhe ti mendon që unë pa e marr me qira shtëpinë, Sepse po ma do mban paguaj nga xhepi. Po. S'ma mban. Nëse mendon që do ta paguash qiran e dyqanit nga xhepi dhe e merr dyqanin vetëm për ta paguar nga xhepi, gjithmonë nga xhepi për ta paguar, sepse ai dyqan nuk është për bëhet fjalë. As bëhet fjalë. Që kështu, si merret i dyqan me qira? Merret gjithmonë duke bazu me profesionin që ti do ushtrosh aty. Po. Tashi, nëse ti vendos ta bësh kazino për shembull atë ambientin, po, ti do marrësh dyqan 100.000 lekësh? Normalisht jo, markatin e parë plazës. 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro. Pse? Sepse fitimet janë të mëdha. Dhe pjesa e berberonës, në momentin që ti hap një sallon berberoni të thjesht, deri 800.000 lekë të vjetra qira është e përballueshme. Normalisht është e përballueshme. Tash ti lind ajo pjesa tjetër. Po. Si mund të hapësh ti një berberone kur ti nuk ke kapital të mjaftueshëm për rezistencë? Sepse iku pjesa parë keq ose do morësh borx për ta hapë më thash. Tash ti nuk ke rezistencë për 4 muaj, sepse gjatë tyre 4 muajve ti do ushqehesh, do paguash qiran e shtëpisë, do vishesh, do marrësh familjen e gjitha gjërat me radhë, po, siç e bëj cigare, kafe, çdo gjë. Tash më fal, si e merr për ti të hapësh një dyqan dhe të rish 4 muaj pa lek, ndërkohë që ti nuk ke të ardhura të tjera për ta vazhduar jetën. Këto janë gjëra që nuk i mendojnë, e kupton? Prandaj gjithmonë para se të hapësh diçka nuk duhet të mendosh vetëm si ta hapësh. Si ta mbash. Ja e hape. Është njësoj sikur të presësh bilet për në Dubai me Wizin 150 euro vajtje ardhje, për të shkosh në Dubai dhe
Fuzësh gishtin në gojë. As bota. Edhe falas me çu easy atje. Edhe falas me çu ti duhet mendosh se si do rish As ato botla. ditë të njëjtën. Jo, do të mendosh si do rish atë vit. Sepse do i lësh lekët atje. Edhe si do rish ke shtëpia Si jote. do rish fiks. As bëhet Fiks. fjalë. Kështu që këto janë gjëra që jo vetëm për biznesin e Verberanës, por duhet menduar për çdo lloj Për biznesi. gjithë llojet e biznesit. Gjitha llojet e biznesit, rezistenca është gjëja kryesore. Pastaj nëse ju shihni që kjo rezistencë e kalon atë deadline-in që ju keni vendosur dhe prap është një mut, vazhdon prap me minus, të rishni dorë. Kish nuk është për ju. Provoni në një vend tjetër. Pa, as bëhet la. Pjesa do më thënë që është ajo llogaria zero, edhe është për tartë keq nga fatkeqësitë e tjera që janë do më thënë ke pjesa kësaj, është që merret me menaxhimin e hapjes, e këshillimit, e drejtimit të kësaj çështje një person që se ka haberin fare nga Berberonia. Gjej për shembull them gjyshin. Po. Gjyshi, në gjë gjyshin ti, në kohë time, vlla, Fiks. thjesht do të morësh robin që ja ka haberin kësaj pune, dhe nëse s'do që të vi para mrava, mund shkosh edhe ti bësh i pyetje që çfarë duhet bëj në këtë rast unë për ta bërë këtë gjë. A më shkon mirë apo s'më shkon mirë? Ti mos e dëgjoj. Fiks. Po muhabeti jo ta kesh ide se si do të shkojë ai gjoja. Tamam. Si mund të pyesësh ti tash, shko puno aty qet 2 veta, edhe shkon në shtëpi edhe në të pyet gruaja thot, "Ha, si shkoi puna?" Qetha 2 veta. Ba, kisha njët atje në punë ku ishe, edhe merrshim 2,5 muaj, kishim rahat. Ti kputi ka. Pse me 6.000 lekë, që do hajmë ne tash me 6.000 lekë? Kështu që kujdes kur zgjidhni edhe gruan. Zgjidheni gruan parukere. Zgjidhni një grua që do t'ju motivoj dhe nuk do t'ju pengoj të bëni gjëra që do të mirë të leshit. Ka thënë një burr në mosh, ka thënë zgjidhe gruan që mos të pengoj të bësh gjërat që do në jetë. Nëse gruaja të mbështet, hidhe lale. Pa, hiqi vizën. Hiqi vizën. Po, do qetësh 2 veta. I qet 2 veta, pap, gjën t'jep dorë. Bravo bosi. Bravo. Mbështetje. Motivimi është i domosdoshëm për çdo lloj biznesi, por ne po e marrim temën e sotme që ta kuptojmë kush është pak e kush është asgjë. Domethënë, pjesa e fillimit nuk ka një gjë për të zhdekuraju që s'po më hecën puna e ku ta diun. Kjo është e ditme. Nëse të hecën puna është bereqet. Fiks. Nëse s'tecën, kjo është e ditme, është diçka që ti duhet ishe përgatit më përpara. Nuk të morësh përsipër të hapësh biznes për shembull 15.000 euro, të fillosh aty të shkosh për ditë në punë, më thash, edhe s'kem pastaj kokë legu në xhep më, edhe pret që ran ta laj vetë dyqanin. Ti sa ta morësh dyqanin 6 muaj edhe 4 muaj do t'ja japësh qira nga xhepi. Direkt bam aty. Që mos rish të marrë menjen, të marrësh menjen edhe sikur 2 ti do agjencia, 3 ti do pronari dyqanit. 6 muaj, po. Domethënë thjesht do ta heqësh qafë që në fillim, e ti se vret menjen pastaj ke pjesa e pagesave. Pak ke vetëm ujë e drita. Po, as i gjë ti tjetër. ndërkohë i ke paguar, por duket sikur nuk i ke paguar, sepse lehtësohet shumë je i qetë në anën tuaj, mos e të paktën qiranë kam thënë. Po, fiks. Fiks. Edhe kjo është domethënë pjesa e saj. Tash ti jemi ke pjesa e dilemës. Vjen pyetja nga njerëzit që thonë që po mirë më, okay. Po çfarë të bëj? Tash ti, nëse ti je një person që je emocional, je tepër emocional, je njeri për shkak që nuk e duron fare ndikimin nga të tjerët, je një person shumë i drejtë, je një person që i shef njerëzit gjithmonë me pozitivitet, e kërkon mbështetje ose të mbështesësh tjerët, atëherë ti duhet të hapësh dyqanin tat. Sepse e ke pa mundur të punosh ke tjetri. Të përshtatesh me tjetrin. Po. Nëse ti je PS PlayStation 2 ose 3 ose 4 ose 5, puno ke tjetri, edhe se vret menjen sepse i jep drejtim tjetrit si doj kokra qevit. Del dhe me benefite. Pikërisht. Del dhe nga dyqani tjetrit, duke hap dyqanin tënd dhe duke i marr klientelat
kokër. Fiks. Bam. Kurse sa i përket adoleshentave, adoleshenca është një moshë që mban. Edhe fiton dhe përvojë, domethënë ka mundësinë të fitoj përvojën e si menaxho tjetri biznesin, si pret klientat, si menaxho situatët, për shembull nuk ka punë, e pse të thash, edhe plus që nuk i merr shumë në krenari ofendimet ose mënyrat e trajtimit, që kështu adoleshentët rekomandohen që të punojnë ja 2 vjet mira, sa të stërviten, formojnë një faj klientele dhe dalin pastaj në vetë. Dhe më shumë, jo vetëm të stërviten nga ana profesionale, po të stërviten edhe me durimin, të kalisin durimin, me gjitha. Edhe kanë mundësi, domethënë, që të mësojnë gjithë fjalorën e pisët ke berberi, sepse ja mësoj gjithë. Berberi është normalisht me libre, i thos zbot la. Minutë. Po. Edmond Tupja fjalorit direkt. Unë pritë se qikat e kjo, pa tjetër. As bëhet fjalë. Që kështu, ky ishte një hall vërtet i madh serrale, edhe na ka ndiku shumë, me thonë drejtën, gjatë kësaj periudhe që ne drejtojmë akademi. Shumë e vërtet, përveç çdo shaktaj është. Edhe çunat kanë pas vështirësi të shumta, ku unë domethënë ju uroj gjithëve që të kenë jetë sa më të lehtë, sa më të mirë. Por një jetë pa pengesa është e pamundur që ta kalosh domethënë jetën pa pengesa ose ta gjesh tillë, që kështu i urojmë gjithëve suksese kudo që të jenë, edhe nëse kanë nevojë për këshilla ose nëse keni domethënë një hall të modh, na sillni neve dhe qajmë bashkë. Në sekondë, më dhe të sillë hallin, kim ta ullin të ashtë. Ja, e peti që sot si isha shumë entuziast, për shembull, sepse kalojnë ata eksperiencat e hidhura të shkuara që dalin para syve, dalin sa ziliqar. E ke parasysh më thotë mua ai kur punohesha unë jashtë, ma bote mua thotë, dëgjoj, do ta qetësh kështu sepse kështu kanë qef çunat këtu. Se nga që ai s'ditë të qethë, nuk ditë të qethë, domethënë si po dhe nuk donte që ti të bëje një punë më të mirë se sa edhe i bite reputacioni atij tipit. Edhe çai thash unë atij, i thash, dëgjoj këtu vëlla, thash, unë thash nuk bëhem dot mos si ty, thash. Kurse ti thash bëhesh si puna ime. Që kështu hajde të mësoj vllai, thash, se si qethet, edhe mos më çaj shumë. Edhe muhabeti, domethënë zilia është një nga gjërat më të shpifura që ndodh kur punësohesh ke tjetri. Po, nuk ose të lëshoj gjatë gjithë jetës pjesa zilisë, çdo lloj aspekti të jetës, që kështu jo presim ose na prisni radhës tjetër me një hall super të madh. Ta mbyll me shprehjen o? Po, mbyllë. Dëgjosh. Mos e gjyko librin. Po. Kaq. Nga kush? Jo, kaq. Kaq. Nga unë e do liqë e natën e vjetë.